ku është roli i mësimdhënësit për të luftuar korrupsionin, për të siguruar një sistem më të drejtë arsimor? Po e para do të ishte, sipas meje, që të mos pranoj në asnjë formë, asnjë lloj elementi korruptiv, i cili pastaj do të ndikonte tek nota e nxënësit apo tek qëndrimi ndaj nxënësit, se me automatizëm në momentin që ti ke bërë një hap të tillë ku je, ta them në thojza, i mashtruar, nuk është fjala adekuate, por je thjesht ai i pëlqyeri në ndihmë të tillë, unë mendoj se këtu fillon të çalojë i gjithë procesi, apo në fakt i gjithë profesioni i mësimdhënësit. Mësimdhënësi duhet patjetër të jetë rigoroz në këtë pikë, pastaj unë mendoj se dhe me ligj mund të rregullohen çështjet ku nuk duhet lejuar që prind apo çdo kush tjetër t'i afrohet mësimdhënësit në këtë formë.